Pse cako rikthehemi tek tema. Pse bashkë këtë kohë dul kjo dosje Epstein? Si? Pse dul bashkë në këtë kohë dosje Epstein? Kur pak a shumë ka qenë ditur më herët, apo fshihen ta diçka? Pyetje saktë. Dosja Epstein doli në një kohë kur Izraeli ka të nevojshme të sulmojë Iranin dhe Trumpi nuk po pranon. Njerëzit kujtojnë se Shtetet e Bashkuara në luftë me Rusinë dhe me Kinën dhe me Iranin. Në fakt nuk është kështu. Është një analizë komplet e gabuar. Lufta sot është mes globalistëve dhe City of London. Do me thënë mes globalistëve të City of London dhe antiglobalistëve, nacionalistëve. Dhe nacionalistë janë Trumpi, Putini, kinezët dhe Irani. Dhe unë mendoj që Amerika nuk do ta sulmoj kur Iranin, sepse Irani është në boshtin antiglobalist si që është dhe Trumpi me Shtetet e Bashkuara. E pse i kanë nxjerrë këtë dosje të Epstein? Tashi dosjen e Epstein e kanë nxjerrë që t'i bëjnë presion Trumpit, sepse edhe Trumpi mund të jetë atje i përfshirë, se dhe në çfarë niveli nuk e di. Se Trumpi është marrë me ato sfilatat e femrave të bukura. Ka qenë i përfshirë me dhajnë këtë dosje? Po, ai ka qenë mik me Epsteinin. Po nuk e dim nëse këta kanë video të Trumpit që ai është përfshirë në afera seksuale, apo thjesht ka pasur miqësi me këta. Pra ti po thunë në një farformë që Epstein mund me qenë agenti i Izraelit? Epsteini, jo unë po them, po e di tërbota këta, që është agenti i Mossadit. Këta kanë disa rryma fetare që nuk besojnë në Torak, që është djata e vjetër, që besojnë, do me thëmë, feja e Mojsiut. Torau është libri që e zbriti Mojsiu, kur zbriti, kur ishte në mal, ju shfaq Torau, dhe kur zbriti, ja u tha këtyre Torën, dhe më pas e shkrojtën. Dhe është dhe Talmudi që është libri i rregullave, i kulturës, se si duhet vishen, si duhet martohen. Si që janë të në hadithet të muslimanë. Si që janë hadithet, është Talmudi. Po e vërtet. Tashi, është një grup, se këta kanë rryma dhe sekte të ndryshme, gjujshët, ashtu si që ka dhe Islami dhe të krishterët, tarikate të ndryshme, si shtuhet në gjuhën e Islamit, dhe këta kanë dy rryma, që njëra quhet frankizm dhe është një rrymë e dalë nga gjujshët e lindjes që quhen Ashkenaz dhe këta nuk janë hebrejnë. Këta janë turq të bardhë, janë të ngjashëm me finlandezët, janë të ngjashëm me hungarezët dhe këta janë rast turk e bardhë. Dhe kur thonë këta flasin për antisemitizmin, të vjen për të qeshur, se semitë janë arabët, nuk janë këta. Këta janë 90% e Izraelit, e brejnë të lindjes. Këta dikur kanë qenë të grumbulluar në atë që quheshe mbretëria e Kazaris, që ka qenë mbi detin e Zi, nga Ukraina, nga do më aty ku bëhen luftrat tashi, edhe deri në Kaukaz. Kam pasur një mbretëri shumë liberale, që sundoheshe nga këta. Aty kishte edhe xhami, kishte edhe kisha, por sundimi pushtetin politik e kishin gjujshët. Mirë po, gjujsh nuk do të thot ebre, dhe ebre nuk do të thot gjujsh. Edhe sionizm është një fjalë tjetër. Sionizm është aspirata politike që ka një grup i vogël njerëzish me në krye dinastin Rothschild që kanë shpikur sionizmin për të kontrolluar botën nëpërmjet ndërtimit të një shteti që quhet Izraeli i Madh. Pra, ti mund të jesh ebre dhe mos jesh sionist. Ti mund të jesh ebre dhe të jesh ateist, mos jesh as gjujsh. Ti mund të jesh gjujsh pa qenë ebre, mund të jesh dhe etiopian i zi dhe nuk je racë ebre, po je me ngjyrë nga Etiopia, nga Afrika. Ka shumë etiopian që punojnë në minerat e Afrikës, janë gjujsh dhe ata mbledhin diamantet që i çojnë në qendrat e mëdha evropiane që fitojnë. Dhe po të shikosh sot kundër politikave genocidale të sionistëve, sionistët janë dhe evangelistët, janë një pjesë të krishterëve, të cilët në eskatologjinë e tyre, pra në parashikimin e të ardhmes, me presin që të vi Mesia ose Jezu Krishti i ardhjen e dytë, dhe Mesia do të vi vetëm kur të plotësohen disa kushte, kur të ndërtohet tempulli i tretë i Jeruzalemit,
Dhe tempulli i tretë do ndërtohet ke Xhamia Al-Aqsa. Dhe këta kanë ndërmend të prishin Xhamin Al-Aqsa dhe të ndërtojnë tempullin e tretë Solomonit në Jeruzalem. Dhe vetëm pas asaj do vi Mesia. Dhe të treja fetë edhe çifutët edhe myslimanët kanë eskatologjinë e tyre për këtë kohë. Kurani thotë më derisa më shumë gjak me orë dëgjolli. Që të mos zgjatemi, sionistët janë ata që po kërkojnë të kryojnë rendin e ri botëror, po rendi i ri botëror do kryohet pasi të shkatrohet Amerika dhe të ngrihet Izraeli i madh, i cili është duke u krijuar dhe do të përfundoj kur brenda tij të futet dhe Mekka dhe Medina, siç ka dhënë një deklaratë i shefi shërbimit sekret të Mossadit këto ditët e fundit, dhe po të shikosh në artën e Izraelit të madh që e kanë dhe ushtarët këtu një pjesë e ushtrisë izraelite, është një formë çizme, një formë take, ku futet edhe Mekka dhe Medina në Arabinë Saudite, dhe do duhet të shkatrohen një grup i madh shtetesh që nga Egjipti që do t'i merret Nili, Iraku që do merret një pjesë do merret në Iran, Siria, Arabia Saudite, edhe ndonjë shtet tjetër që s'po më kujtohet tash. Pra ti po rikthehemi përsëri, pra ti po thu që Epsteini është agent i Izraelit. Po, është agent i Izraelit. Edhe po përgatitet diçka më e madhe. Epsteini ka qenë një njeri mësues matematike, nuk ka qenë fare i njohur, ka punuar si mësues në një shkollë, dëbuan. Pa diplomë. Nuk e di nëse ka patur diploma apo jo. Nuk ka qenë diploma. Dhe ka vajtur, është marrë me këto letrat me vlerë, hapi një shoqëri biznesi, atje u njohët me një mafioz çifut që quhet Leslie Wexner, i cili ka qenë shumë me influencë në Shtetet e Bashkuara, ka qenë shumë i fuqishëm dhe ai ka ndërtuar atë Trump Tower, e ka ndërtuar Leslie Wexner, i cili ashiti kam emisione unë ke podcasti im Okult, për këtë punë kam bërë disa podcaste unë si... Mos është të mdokën të se s'ka bëjë edhe pranori i Victoria Secretit, kështu diçka? Kush? Lexi Po kam mundësi, nuk jam i sigurt, ndoshta. Dhe ja ka shitur kullën Trumpit dhe ky e mori dhe e fuqizovi Jeffrey Epsteinin dhe këta tash abuzonin dhe theshin që ne sabateanët, Sabatea Zevi ka jetuar, ka vdekur në Ulqin, ka qenë internuar nga sultani, ka qenë nga profetët që e quajnë gjuishët, edhe Rothschildët janë sabateanë. Sabatea Zevi odhi poshtë Torën si librin e parë të çifutëve dhe tha që Talmudi është kryesori dhe sidomos Kabala. Dhe këta futën këto ritualet satanike në grupin e tyre, ku bënin terror fëmijë të ndryshme që i rëmbenin të gojimëve, pra të popujve jo çifut, në ambientet ku ata jetonin në Evropën lindore, në zonën e Polonisë dhe Çekisë. Dhe një rrymë tjetër që doli nga sabateanët ishte rryma frankiste, ku të gjitha këto shoqëroheshin me